Kur ishim të vegjël fshiheshim për të mos bërë vaksinën. Sapo shfaqej infermierja me atë çantën e frikshme. Dikush futej nën krevat, dikush hipte mbi çati, dikush fshihej pas ndonjë peme. I vetmi që shpëtonte nga vaksina ishte një qerata, i cili hipte në majë të plepit. Lulzim Basha theu çdo rekord, 3 vite me temperaturë dhe diarre, kur prokuroria e thërriste për dosjen Durrës Kukës. Fatmir Mediu ka evituar disa seanca për gërdecin, për shkak të angazhimeve në SBA, pasi radhën e kaluar i kishin mbetur disa amerikanë në një metro pa bërë fotografi me ta. Sali Berisha ka disa variante për të turpëruar në pleqëri, duke ju fshehur Spakut për të dhënë llogari për 21 janarin, një nga krimet e tij njerëzore të pandëshkuara. Mund të bëj letrat sikur është me diarre deri vitin tjetër, mund të gjej një than në Tiranë apo në periferi duke hipur në majtë të saj, mund të haj letrën e Spakut, por nuk mund të shpëtoj kurrë fantazmës së 21 janarit dhe disa pyetjeve. Kush e dha urdhrin për të hapur zjarr kur protestuesit po shpërndaheshin? Kush urdhëroi fshirjen e pamjeve filmike mes natën e 21 janarit nga serveri i kryeministrisë? Kush urdhëroi të mos zbatoheshin urdhër arrestet për kupolën e Gardës? Kush e dërgoi Lulzim Bashën tek Bamir Topi për të ndërhyrë tek Ina Rama për të tërhequr urdhër arrestet? Kush e urdhëroi ngritjen e komisionit hetimor për të dubluar dhe sabotuar hetimin? Kush çoi njerëz natën tek familja Deda për të blerë gjakun e Hekuran Dedës për të nxitur familjen e tij të akuzonte Edi Ramën? Kush urdhëroi të fshihej gazetari i plagosur dhe kush sajoi 30 alibi për vrasjet në bulevard?